Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bi hadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe dërgojmë salavat dhe selam mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Shikues të ndershëm, vazhdojmë me emisionin e radhës nga seriali Në hijen e besimit. Mbaruam me kapitullin e imanit dhe fillojmë me një kapitull të ri që është kapitulli që ka të bëjë në lidhje me Kur'anin famlart, gjithsesi besimi i ehli sunetit në lidhje me Kur'anin e madhërisëm. Dhe pika e parë që duhet dihet në këtë kapitull është se ehli suneti besojnë fuqishëm se Kur'ani është fjalë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Se Kur'ani është fjalë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prej tij ka filluar dhe tek ai do të kthehet. Prej tij ka filluar, do me thënë Allahu e ka thënë Kur'anin Gjibrilit, ja ka thënë. Pastaj Gjibrili ja ka thënë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tek ai do të kthehet, do me thënë se para kiametit, prej shenjave të kiametit është se do të ngritet Kur'ani prej tokës. Ata që e kanë ditur do ta harojnë dhe do të ngritet prej vendeve në të cilat është shkruar. Allahu subhanahu wa taala do ta bëjë këtë para se ta shkatroj tokën. Dhe ata që kanë vepruar sipas tij dhe kanë ditur deri në atë moment do të shpëtojnë. Mirpo ajo që e ka përmend Muhamedi alayhis salam është se Allah do ta ngrit, para se ta shkatroj tokën, do ta ngrit fjalën e tij prej tokës. Dhe ky është besimi i ehli sunetit. Po ashtu besojmë se Kur'ani është mu'jiz, mrekulli, të cilën Allahu ja ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që e vërteton se ai është i vërtet në atë që e ka kumtuar deri në ditën e gjykimit, deri në momentin kur Allahu subhanahu wa taala do ta shkatrojë këtë botë. Dhe mrekullitë e Kur'anit janë në sfera të ndryshme. Mrekulli në aspektin e sqarimit gjuhësor, dhe ata që janë të thelluar në gjuhën arabe e vërejnë këtë, sa niveli lartë i sqarimit që nuk mund t'i krahasohet asnjë libër dhe asnjë fjalë dikujt tjetër. Mrekulli në aspektin shkencor, dhënat shumta shkencore janë përmendur para 1400 viteve, kurse tash janë zbuluar. Kjo është mrekulli në aspektin shkencor. Mrekulli në aspektin historik, në çështjet historike, kur vjen për shembull dhe tregon Allahu i lartësuar tregimin e Musait alayhis salam, i thot faraonit faraon. Dhe kur vjen dhe i thot tregimin e Jusufit alayhis salam, i thot mbret. Tash me deshifrimin e teksteve të shkruar nga egjiptasit e lashtë, e kemi zbuluar se mbretëria egjiptiane e lashtë është ndarë në dy periudha. Në njërën periudhë janë quajtur mbretër, në periudhën tjetër janë quajtur faraon. Pra, Jusufi a.s. ka qenë periudhën kur janë quajtur mbretër, kurse Musa a.s. ka qenë periudhën kur janë quajtur faraon, dhe kjo është mrekulli, sepse kjo tash është deshifruar. Po ashtu mrekulli historike është se Allahu subhanahu wa taala e përmend Kur'an emrin Haman. Haman ka qenë dora e djathtë e faraonit. Allahu e përmend me emën. Edhe ky emër tash është zbuluar me deshifrimin e shkronjave të lashta të egjiptasëve të vjetër, gjë që s'ka pas mundësi ta di Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku ka ekzistuar, pra ka jetuar në mes të shkretinës dhe nuk i ka pasur këtë njohuri dhe këto informata. Dhe mrekullit në këtë sferë të Kuranit janë të shumta. Mrekulli sa i përket shkencës së embriologjisë, mrekulli sa i përket informatave rreth universit. Allahu e ka përmend para 1400 viteve se universi zgjerohet, gjë e cila është vërtetuar tash pas një kohe. Pra mrekullitë e tij janë të shumta.
në sfera të ndryshme, dhe vetëm një mohues që e ka trurin komplet të shpërlar ose të mbyllur mund që t'i mohojë gjitha këto mrekullit shumta të cilat Allahu subhanahu wa taala i dha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet Kur'anit. Me kaq po e përfundojmë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.